Përshëndetje, përshëndetje një dashit, gëzuar, qoftë një vit i mbar, parashikime plot ju kam mbushur, nuk keni çfarë të thoni. Hajde po jap dhe këtë të javës që mos t'ju lë me kokë më njanë se më jeni mësuar me këtë pjesë. Por sinqerisht, po, ka për të qenë një vit që do e mbani më të 2026 dhe sidomos pas 2025-s. Vjen më mirë, vjen më qetë dhe goxha stabilizon. Nëse i keni dëgjuar parashikimet, mund vazhdoni të dëgjoni, me 10 ditë të ndara i keni, për shefin tuaj i keni, vazhdoju këtu tani me ditën e nesërme. Data 5. Javë e mbarë do zoti dhe kismet i ri. Për parashikime në privat të dini vetë tani, tashmë, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Përsa i përket ditës së nesërme, sigurisht do të ishte kështu, dhe kjo më tepër vlen për juve të 10 ditëshit të tretë, siç e mbani mend nga parashikimet që ju bëra. Atëherë këtu duket shumë qartë se dikush po ju ka vënë në shënjestër, ka plot individ që të interesuar janë për se si juve shkonin jetën tuaj private, sentimentale dhe profesionale, dhe kjo sepse me sa duket pas keni sukses dhe kjo gjë po i bezdis pak të tjerët, sido që të jetë, ju lutem shumë nesër dita, çfarëdo gjë është e juaja, është prive, është private domethënë, mundoni ta mbroni nga pikërisht sytë të kureshtarëve dhe përsa i përket interesave tuaja ekonomiko-financiare dhe jo vetëm, vlera parime që janë e mera, mundoni që t'i ruani, t'i mbroni ato. Sepse nuk i diet asnjëherë. Tani nëse jeni ju ata të cilët keni marrë rolin e detektivit, sepse për një arsye të caktuar po dyshoni për gjëra që mendoni ju se po ndodhin ose po ndodhin në të vërtetë, shumë gjëra keni për të zbuluar dhe kjo përsëri është në favorin tuaj. Tani, përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e keni shumë ide, keni një frymëzim shumë të madh, vetë 10 ditë që të fundit po përgatisni gjëra dhe e thash këtë gjë dhe do e përsëris, pra jeni në fazën ose jeni në botën e ideve akoma, asgjë nuk është materializuar. Të gjithë pak a shumë ju të 10 ditë juve të shenjës së dashit, jeni duke përgatitur gjëra vash a vash. Sido që të jetë, çdo gjë është e mundur, dita e martë është një ditë ndaj së cilës ndjeshmëria shumë e lartë, idet janë shumë të rëndësishme, mundoni të mbani shënime, ëndrat gjithashtu janë shumë të rëndësishme, shënojini ato diçka po ju thonë, dhe mundoni të kuptoni se jeni në një fazë të jetës tuaj, dhe sigurisht i referohemi të martës, që çdo gjë edhe një po e them është e mundur, dhe ajo një ide që mund të keni brenda kësaj dite është edhe ajo që mund të shtrojë rrugën për një të ardhme shumë të ndritur për pjesën më të madhe prej jush. Kështu që do më mbani, do më kujtoni përsa i përket ditës së martë. Një shkëndi është ajo e cila mund të bëj diferencën. Sigurisht jo akoma duke hedhur në treg, duke implementuar, duke bërë konkrete, por nis aty diçka. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë do ju lodhi me rutinën e vet dhe shumë mirë do bëj. Pse? Sepse ju duhet një farë të kuptuarit, të zgjuarit nga ëndrat për të sjellë ndryshimin e nevojshëm në jetën tuaj. Pra për të gjithë juve që jeni lodhur nga përditshmëria, jeni lodhur nga stresi i punëve, i përditshmërisë, dhe sidomos një punë që nuk e doni më, apo i një lifestyle, si them në mënyrë jetese që po a jep në nerva, apo nga një marrëdhënie që ju është bërë shumë rutinë, atëherë ka ardhur momenti që të kuptoni se asgjë nuk ka për të ndryshuar nëse nuk e merrni vetë iniciativën për të sjellë një ndryshim. Por lodhje, shumë lodhje ka dita e mërkurë dhe nuk kam se çfarë t'ju bëj. Përsa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është dita ku merrni vendime të rëndësishme, ja ku erdhi pra dita e vendimeve të rëndësishme. Tani në këto vendime të rëndësishme, që pjesa më e madhe prej jush do të jeni në një udhkryq, pra as te as andej dhe nuk di se çfarë të bëj. Kuptoni një gjë, kur vim në momente të tilla ose kur arrim në momente të tilla, e rëndësishme nuk është se çfarë rrugë do marrim. E rëndësishme është të marrim një rrugë. Dhe por ju do them po të njëjtën gjë, nuk ka rëndësi se çfarë do të zgjidhni të bëni prej këtej në vazhdim. Rëndësi ka të zgjidhni diçka, dhe thjesht të zgjidhni ndryshimin. Në këtë proces fatkeqësisht as unë nuk të ndihmoj dot dhe as kush tjetër, është diçka shumë personale, sepse pikërisht nga vendimet që ju merrni dhe mënyra se si pozicionoheni për të marrë këto vendime ditën e njëjtë, përcaktohet dhe ardhmja juaj prej këtej në vazhdim. Përsa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita e ndihmës dhe normalisht ditën e njëjtë i merrni vetë vendimet tuaja, por ditën e premte për çfarëdo lloj gjëje ju duhet një farë ndihme nga persona, nga thjesht fati nëse e doni. Ndihma do ju vi. Ndihma do të thënë nuk ka për t'ju munguar për të arritur juve qëllimet që dëshironi të arrini dhe objektivat që dëshironi të arrini. Por problemi është a do dini juve ta shfrytëzoni këtë lloj
ndihme, a do dini juve të bëni më të mirën në bazë të asaj çka kërkoni të arrini dhe asaj çka normalisht ju ofrohet, sepse nëse ju nuk do pozicionoheni, pra momenti nuk do të përkoj ndihma që ju ofrohet dhe juve që jeni të gatshëm ta kapni dhe të bëni pjesën tuaj, atëherë do vej dëm. Kështu që mundohuni dhe ju të bëni pjesën tuaj për sa i përket ndihmës që do ju ofrohet për të arritur ju pikë së pari objektivat që doni të arrini. Për sa i përket ditës së shtunë, pastaj dita e shtunë, falja në dashurisë dhe për juve që keni pas probleme në çift ose jeni distancuar për shkak të punës, të problemeve me radhë, kjo është dita të rigjeni dhe njëri tjetrin, të kujtoni se pse, çfarë ju solli bashk, dhe cila është pika juaj më e fortë, dhe për juve që jeni vetëm, nuk e di, keni me të vërtet për të përjetuar çaste intime të paharrueshme, juve që jeni beqar. Kujdes juve që jeni të martuar dhe doni të sillni atë ndryshimin në jetën tuaj, nuk është kjo mënyra, dhe besomeni kur ju them, do bëni peshmon shumë më vonë, dhe ua kam sqaruar këto gjëra. Përsa i përket pastaj edhe ditës së diel që ta mbyllim me javën për ju, dita e diel pastaj është dita që ju meshkujt vetë i merrni vendimet për të ardhmen në një marrëdhënieje, për situatën në punë, për karrierën tuaj, për një objektiv që doni të arrini, një sipërmarrje që doni të nisni, jeni ju ata të cilët i jeni hapat si të doni ju, vetëm se do t'ju them, kjo gjë do të ishte bërë shumë kohë më përpara. Akoma jeni në kohë, ecni, dhe sidomos do i referohesha këtu aspektit personal. Juve që jeni femra, mundoni ta, nuk e di, jo ta detyroni, sepse këtë gjë nuk do të bëjnë me detyrim, por ta trysnoni pak këtë mashkull drejt që ta marri, o e merr vendimin, o nuk e merr. Të paktën e keni të qartë se çfarë bëhet prej këtej në vazhdim. Kështu që ju meshkujt i zgjidhni gjërat dhe mirë do bëni t'i zgjidhni normalisht, dhe jeni dhe të vonuar. Dhe vazhdojmë tani me shenjën e demit normalisht, që edhe për ju ky vit shumë i rëndësishëm, të paktën ishni qafe, vuajti që keni kaluar dhe të papritura plot, që keni kaluar sidomos në këto 3 vitet e fundit, ju të jetë të parë nuk do jeni keq, dhe të jetë të dytë po e njëjta gjë vlen, si të që të jetë më mirë ky vit se viti që lan pas. Tani, përsa i përket javës, sigurisht nuk do mund t'ju lija dhe pa parashikimet e javës, i mësuar tashmë me këtë zakonin ton, të vogël dhe të bukur. Për të rezervuar ama takimin tuaj në privat, e dini shumë mirë, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290 dhe ende mund të përdorni abonimin, opsionin e abonimit për parashikimet tuaja gjatë një muaj të tërë. Kam një maç që s'po më lë, të thash kam punë, u lezëri, u lezëri, të thash, Gjan. Atëherë nisi me ditën e nesërme. Përsa i përket ditës së nesërme, këtu është momenti për të ecur përpara. Shumë prej jush nesër, pra të mirë fillim i ri kismet i ri, këtu çfarë kuptoni? Që me një marrëdhënie nuk ecet më. Pikë së pari, kjo është gjëja e parë. Kush janë ata që kuptojnë më tepër juve të 10 ditëve të fundit këtë gjë? Atëherë ju kuptoni se është momenti i fundit për t'i dhënë mundësit dikujt, ose ja keni dhënë mundësit, nuk i ka shfrytëzuar, ajde miru pafshim tani. Dhe pse? Sepse e kuptoni se jeni vonuar me jetën tuaj, nuk doni të humbisni më shumë, nuk doni të vonoheni më shumë, nuk keni kohë për të humbur dhe ecni përpara. Kjo gjë vlen pikë së pari për sa i përket një marrëdhënie në çift ose një lidhjeje që keni me dikë, por vlen gjithashtu edhe për sa i përket një bashkëpunimi i cili me sa duket nuk ju ka çuar dhe diku. Kështu që nesër i mbyllni hesapin, të pak në mendjen tuaj i mbyllni, se çfarë do bëhet më tutje nuk e di. Përsa i përket ditës së martë, janë të lidhura gjërat. Janë probleme këto, të cilat nuk janë tani, nuk u krijuan tani, sigurisht kanë kohë që janë në jetën tuaj. Shumë prej jush zbuloni persona që thjesht kanë qëndruar afër jush për shkak interesi dhe janë plot ata të cilët keni, domethënë besoj se të gjithë 10 ditësat tuaj kanë për ta parë diçka të tillë. Me thënë faktin që më tepër keni pas afër vetes individ të cilët kanë dashur t'ju shfrytëzojnë, se sa individ që normalisht kanë dashur të jenë me ju realisht, dhe ka qenë të sinqert. Sido që të jetë nesër dita do më bëni shumë kujdes me shpenzime, mund të ndalen shpenzime të papritura, të paparashikuara, kujdes me shëndetin, në qoftë se po e trysnoni shumë veten, do reagoj dhe ai shkreti organizëm se s'ka çfarë të bëj, por pjesa tjetër zbuloni normalisht ato çka po ju them, që prej kohësh keni dhënë mundësi individëve që nuk duhet t'u kishit dhënë mundësi, nuk duhet i kishit afruar. Dhe është momenti që të përballeni me gabime që keni bërë, por kujdes që keni bërë, të paktën uroj të mos i bëni këto gabime nesër. Gabimi kryesor, financat, ju a thash, në shpenzime që mund të bëni dhe i bëni kështu kot në mënyrë impulsive më tepër. Tani, për sa i përket
ditës së mërkur. Dita e mërkur është dita që nuk e di, jeni pak në fazë ëndrash dhe çudirash, do thosha. Jeni detyruar të zgjoheni nga ëndrat dhe nga çudirat ama. Dita e mërkur është një ditë ndaj të cilës mirë do të ishte të mos merrni vendime të rëndësishme, nuk jeni në gjendje për të marrë vendime të rëndësishme, nuk jeni në gjendje për të parë gjërat ashtu siç realisht janë, kështu që ditën e mërkur do ju thosha të evitoni biseda me rëndësi të madhe, sidomos me natyrë ekonomiko-financiare, por edhe profesionale, personale, sepse thjesht nuk e keni vizionin e dur, nuk e keni pamjen e qartë dhe të turbullta i keni mendimet shumë. Plus ju nuk pëlqen dhe shumë vetëm mendja juaj, kështu që gabimet janë shumë të mundshme. Ndaj edhe mundohuni që të mos veproni, sikurse po i them, ose të pozicionoheni për gjëra të rëndësishme pikërisht ditën e mërkur. Për sa i përket pastaj ditës së Ejte, dita e Ejte është dita e shumë mund të nisni një udhëtim, shumë prej jush ikni, largoheni për çështje studimore dhe diku jashtë. Të tjerë keni udhëtime pune jashtë shtetit, ose thjesht dalin udhëtime, dalin ndryshime, ose keni ndryshime planesh. Sido që të jetë, pavarësisht se ndryshe nisni ditën dhe ndryshe përfundon, këto ndryshime planesh nuk është se ju bëjnë keq, nuk është se i përjetoni keq, sepse me sa duket keni nevojë për ndryshueshmëri akoma. Me thënë, nuk i pëlqen rutina. Sido që të jetë, janë ndryshime të cilat, ndryshime në rutinën tuaj, sikurse po e them, të cilat nuk ju mërzisin, përkundrazi do i mirëprisni me shumë kënaqësi. Edhe po dolë në një udhëtim sikurse po them, prap do i mirëprisni sepse keni nevojë për një ndryshim të tillë. Tani, për sa i përket ditës së ditës së premte tani, po ditës së premte, atë për sa i përket ditës së premte, këtu ju lidh puna shumë me shenjat e ujit, keni ascendet në shenja ujit, intuita shumë e lartë, mund të merrni vendime të rëndësishme këtu, mund të keni besim tek intuita edhe për të marrë vendime të rëndësishme, dhe në përgjithësi le të themi është dita që çfarëdo gjë ka të bëjë me ndjenjën, çfarëdo gjë ka të bëjë me ndjeshmërinë e lartë, mirë do ishte t'ja vinit veshin. Shumë intuitiv do të jeni gjatë ditës së premte, dhe nuk gabon intuita juaj, po dhe shumë emotiv njëkohësisht. Kështu që mundoni të përdorni racionalitetin mbi emotivitetin dhe çdo gjë do shkojë mirë. Tani për çështje që kanë të bëjnë me ekonomi financa një pikë së pari, marrëdhëniet tuaja në çift pikë së dyti, çështje banesash, vendqëndrimesh, ku jam unë, ku je ti, ku duhet të jem unë, domethënë sa më vlerëson, sa s'më vlerëson, rreth këtyre gjërave vërtet e dita. Me qetësi, sikurse ju thash, intuita diçka ju thot, keni besim tek ajo çka thot intuita dhe ju me ndjeshmëri të lartë, me logjik pastaj të merrni ato vendime që duhet të merrni. Përsaj, ama favorizon në çështje financash, favorizon në çështje bisedash që i zgjidhin disa situata në çift, për çështje bashkëjetesash, për çështje vendqëndrimesh, vendbanimesh, banesash në total dhe trashëgimish, favorizon për këto lloj gjërash, dhe sidomos nëse këto janë të prapambetura, pa duhet i kishit zgjidhur prej kohësh më përpara. Përsa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e bëj pauzë, blet trut e mia të kokës, edhe kur të marrë vendime do e dish dhe ditë çfarë kam vendosur. Kjo është ideja, domethënë këtë tipar ka dita. Mos u nxitoni, pra të pozicionoheni, qartësoni herë mendimet tuaja, idetë tuaja dhe qëllimet tuaja, dhe vetëm kur të jeni gati, atëherë besomuni edhe ambienti i jashtëm, rrethanat e jashtme janë gati për atë çka ju keni për të servirur. Dhe gjërat fillojnë të lëvizin shumë mirë për ju prej këteje në vazhdim. Pra mjafton të kthjellohen një herë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është një ditë që o fejoheni, o martoheni, o bashkëjetoni, o merrni pjesë në lumturinë e dikujt, por që sido që të jetë është dita që kuptoni se jeni pjesë e një kolektivi, jeni pjesë e një grupi shoqëror, ose bëni pjesë e një grupi shoqëror, kulturor, artistik, politik, çon si ka, dikush hap krah, një familje e re krijohet këtu, dhe në përgjithësi jeta juaj duket se merr një tjetër lloj hovi prej këtej në vazhdim me shumë sukses, shumë arritje dhe shumë lumturi, do të thosha. Përshëndetje, përshëndetje shenjë binjakëve dhe ja ku ju kam përsëri këtu në Zodiac Oracle. Jemi këtu me tani tashmë me parashikimet e javës, të vitit, të muajit i dham. Tani po japim edhe këto të javës që të ndjeni çik më kështu të plotësuara, me thënë të drejtën. Atëherë çfarë mund të them? Po, vetëm një gjë do ju them, për parashikime personale më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj, dhe një vit shumë i mirë ka qenë ky dhe jam e sigurt për të gjë. Për sa i përket pastaj pjesës tjetër, të shohim se çfarë java po na sjell. Dhe nisim me ditën e hënë. Nuk e di, dikush me sa duket do t'ju bëj keq.
dhe do t'ju bëj keq. Do t'ju bëj keq, është ajo mostyshja, është ajo si do thuash, fjala e keqe, është ai syri keq si themi ne. Janë dhe gjëra të tjera më të mëdha, por ku hani pyk juve, ku ju gjen juve gjë, keni parasysh një gjëve të shenjës së binjakëve, kushdo të mundohet t'ju bëj keq, dhe sidomos për sa i përket energjive, të luajë pre me energjinë tuaj, ajo çka nuk kuptojnë është se ju jeni thik me dy presa. Dhe vërtet mund t'ju presin nga një anë, por do prinë ata vetëm shumë nga ana tjetër. Kështu që sido që të jetë dashurit e mi të shenjës së binjakëve, çfarëdo gjë që të keni vënë re, po vini re, nuk po ecën mirë, nuk e di se çfarë, as mos t'ua bëj syri tër fare sepse asgjë nuk ju gjen. Ka gjë t'ju them unë, edhe këto gjëra do bëhen thjesht tentativa, madje, unë do thosha edhe këtë. Më shumë ka mundësi të mundohen sepse më keq kanë për t'ia bërë vetes. Edhe ju që po mundoheni dikujt i bini më qafë që shenja e binjakut, bëni kujdes, binjaku nuk ngorh kollaj, ta dini këtë gjë. Plus funksionon si pasqyrë dhe kushdo merret me këto gjëra e kupton shumë se çfarë po them. Pra kanë efektin pasqyrë, çfarëdo gjë u nis u kthem 10 fish, pa bërë asnjë gjë dhe pa qenë fare në dieni. Kjo është dhe më rrezikshme akoma. Atëherë vazhdojmë me ditën e dytë, domethënë të javës, me ditën e martë, këtu çfarëdo gjë ka të bëjë me aspektin personal, profesional, ekonomiko-financiar, sjell një sukses shumë të madh. Por juve femrat, puna ju ecën shumë mirë dhe sidomos nëse puna juaj është e përqendruar në art, në modë, në të bukurën, estetikën, në financa, këtu duket se gjërat ecin shumë mirë. Një lajm shumë të mirë e merrni dhe për sa i përket prindërimit. Pra edhe mund të merrni vesh nesër se do bëheni mami, për shembull, ose jeni në këtë fazë, po shkoni një fazë shtatzanie dhe gjërat po ecin shumë mirë, shoqëro zot. Për sa i përket pastaj nuk di çfarë, ekonomisë dhe financave, këtu stabilizoni diçka dhe është në formën e pronës, është në formën e materiales, aspekt material. Juve për ju meshkujt vlen po e njëjta gjë, për sa i përket prindërimit, vlen po e njëjta gjë për sa i përket financave dhe për sa i përket biznesit, nëse e keni këtë gjë, nëse përqendrohet në ato fusha që ju thash, kështu që gjërat ecin shumë mirë në këtë lloj drejtimesh ditën e të martë. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është ditë që nuk doni të lëvizni vendit, nuk doni horizontin të bëni asnjë gjë, por ja që jeni të detyruar që të lëvizni dhe të mos ju kifare ky moment. Domethënë duhet të kuptoni se ditën e mërkur nuk ka për të ndihmuar njeri për të zgjidhur problemet tuaja, jeni ju ata të cilët duhet të ngrini çik atë ku ulemi, edhe të sillni ndryshimin sepse ndryshe nuk bëhet. Pra i Zoti e nxjerr gomarin nga balta, themi ne, ditën e mërkur. Dhe fundja nuk është edhe më moment për të vrarë mendjen as për atë çka ishte, as për atë çka ndodhi, as për atë çka do mund të jetë. Jeta vazhdon, që ngrihuni në këmbët tuaja dhe vazhdoni dhe ju përpara. Më e mira ju pret. Për sa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është ditë fati, fat në të gjitha format dhe mënyrat dhe të gjitha drejtimet, fat për të gjithëve njerëz që luani, ju pëlqen të luani, të provokoni fatin tuaj, ose të provoni fatin tuaj me lojra fati, duket se ju ecën jashtë masa shumë dhe do të keni fitime, nuk e di çfarë do bëni pastaj me to, po fitime do të keni, dhe fundja një situatë që u vjen shumë për shtat ditën e enjte, për sa i përket financave, problemeve që doni të zgjidhni, një mundësi që duhet ta kapni, mos e çoni dëm, pra, mos e lini të shkojë dëm. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e pritjes, si do të thotë, po, sigurisht që të gjitha gjërat që kërkoni ju do të realizohen, por jo ende, duhet të keni durim edhe disa muaj akoma, që ajo gjëja që ju po prisni të vi në formën më të mirë të mundshme, edhe unë ju thash. Për kë bëhet fjalë tani këtu? Bëhet fjalë pikë së pari një herë për ju të 10 ditë të fundit, të iki ai Neptuni, po të iki dhe Saturni nga shenja e peshqve dhe bëhet fjalë për ju të 10 ditë të parë që të vi ndryshimet avash, domethënë të ndodhi ai ndryshimi planetar. E 10 ditë që i dytë pastaj është çik më tuti, por çon si ka po mirë ka kjo kur thot disa muaj prej këtë në vazhdim, vijnë ato gjëra që doni ju të vinë në aspekt financiar, në aspekt personal më tepër do thosha, në karrierë, në të gjitha këto drejtime do prisni edhe pak që gjërat e mira vonojnë të vinë, po vinë ama. E rëndësishme është që do të vinë, pra është e sigurt që do të vinë, thjesht prisni për aq kohë sa duhet të prisni. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që ju komunikojë diçka e rëndësishme ose ju merrni vendime shumë të rëndësishme në lidhje me aspektin profesional. Fushën profesionale, profesionalizmin domethënë, karrierën, çështje personale, shumë prej jush ndani mendje se doni të filloni një familje, shumë prej jush se doni të blini një shtëpi, se doni të nisni një biznes,
ju komunikohet ndoshta një mesazh shumë i rëndësishëm në lidhje me zyra dhe institucione shtetërore. Doktorive mua është pushim, jo nuk është pushim për gjëra të tilla kaq të mëdha, bie telefoni dhe të thonë vendi është yti. Në rregull, dhe ju të shenjë së binjakëve shumë prej jush të paktën këtë mirësi ose fat të madh keni për ta pasur. Dhe për sa i përket edhe ditës së diel, dita e diel është dita, bravo, dhe ju mësoj si Demi po e mbyllni javën, është një ditë e cila shumë lumturi mbart me vete, po dhe shumë premisa për sa i përket ardhmes, dhe është pikërisht dita që hap siparin e ngjarjeve që do shoqërojnë prej këtej e deri në pranverë dhe më tutje, fillim vere, me çfarë të doni ju, me sukses në aspektin personal, profesional, ekonomiko-financiar, emër, famë, çfarë doni ju këtu e keni. Dhe kështu mbyllet edhe java dhe për ju të shumë bukur mbyllet me dje. Përshëndetje shënjë dashur e gafore, që nuk e di pse mendoni se unë kam inatin me ju, përkundrazi, sido që të jetë, është një vit i rëndësishëm, nuk eci keq besoj 2025, do të thonë më trysnuam shumë, sepse hapët syt është tjetër gjë. Dhe po mos ishte 2025, do flinit në gjumë të thellë dhe nuk i dihet se çfarë drejtimi do kishte marrë jeta për pjesën më të madhe prej jush. Ju thoni faleminderit pra 2025-s që ju trysnoi, ju hapi syt, ju detyroi të shikoni të vërtetën dhe të pranoni disa situata. Për sa i përket pastaj 2026-s, them se vjen më e qetë, më kollaj arjen gjërat dhe më mirë stabilizoheni, do thosha. Atëherë, për sa i përket parashikimeve në privat, më shkruaj numrin WhatsApp 069 640 2290 dhe vazhdojmë me ditën e hënë. Për sa i përket pra ditës së hënë, po, një po e madhe është dita e hënë, për çfarëdo gjë prisi në lidhje me dashurinë dhe me financat, sidomos ose me një arritje që mezi po prisi ta kishit me një sukses. Kështu që fati është në anën tuaj, çdo gjë është e mundur, po një po e madhe ju pret ditën e nesërme. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë sinjalizon ose finalizon fillime të reja. Fillime të reja për sa i përket aspektit personal me shtatzani të reja, me fejesa, me lëvizje në një ambient të ri pune, me transferime në ambiente të reja pune, ose transferohemi në një banesë të re, nis një bashkëjetesë, nis një biznesin tuaj, çfarëdo gjë është, nis ditën e martë dhe ka premisa shumë të bukura për sa i përket vazhdimësisë. Gjërat që do shikoni këto si suksesin tuaj më të madh diku aty nga muajt e pranverës dhe fillim vere, do thosha. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që këtu tani varet si e meni, guxoni ta pranoni të vërtetën, ose guxoni ta zbuloni të vërtetën, mendoni se suportoni dot atë çka do të zbuloni, nëse është kështu ecni. Ecni dhe e vërteta është aty, ju pret dhe bëni me të pastaj çfarë të doni ju, por nëse se nuk keni gati. Nëse se nuk keni gati qoftë për të nisur diçka të re, ose për të përballur me diçka, ose për të mësuar diçka që mendoni se përballoni, sprapsuni tani, sepse më kthim pas nuk do të ketë. Për sa i përket ditës së mërkur. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që, çfarë do themi tani këtu, pjesa më e madhe prej jush o do të ndjeni thjesht të bllokuar në një situatë që nuk dini se çfarë zgjidhje t'i jepni, ose për shkak të veprimeve tuaja të së kaluarës, se kanë fjalën këtu tani, ju mund të përballeni me drejtësinë, vetëm mund të gjendeni pas kangjellave. Domethënë ve mua gjë të mira na the deri tani, sigurisht, por mos harrojmë që kjo është një karm e mbartur, nuk është diçka e re. Kështu që për të gjithë juve po them dhe është eksepcionale, domethënë vetëm për ata që e kanë sjell fatin e tyre deri në këtë farpike, atëherë do përballen me pasojë të tilla. Për të gjithë juve të tjerë tregon se jeni në një situatë bllokese, emotive, psikologjike, ekonomiko-financiare, personale, nga e cila vetëm ju e keni zgjidhur dhe vetëm ju mund ta nxjerrni veten prej këtu ku jeni. Për sa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita që mbyllen ciklet e caktuara, pra fati, karma, e mira apo e keqe, duket se përfundojnë këtu. Dhe është e detyrueshme, duhet me se s'bën të ndodhi kështu, pra diçka urgjentisht duhet të marrë fund në jetën tuaj, në mënyrë që mund të keni një fillim të ri. Dhe sa më shpejt e mbyllni këtë cikël vicioz që për një 2025 të paktën ju solli vërdall, aq më kollaj dhe aq më kollaj vërtet do të keni mundësi të arrini në një fillim të ri shumë të bukur. Për sa i përket ditës së shtunë,
Ja, pra është e njëjta situatë. Do me thënë, dita e enjte, e premte dhe e shtuna ju tregojnë shumë qartë se vetë e keni futur veten në një mesele të caktuar, vetë e keni bllokuar të ardhmen tuaj ose curin tuaj këtu ku jeni me një marrëdhënie me me një blloques ekonomiko-financiar, me çfarëdo gjë qoftë, por që vetë dhe mund ta nxirrni, do me thënë faktori është më tepër psikologjik. Ndani mendjen, filloni trut dhe çdo gjë është e mundur. Dhe vemi këtu. Përsa i përket ditës së diel që ta mbyllim, javën dita e diel ju kthen vëmendjen tek vetja juaj, ju vjen keq për veten tuaj se si jeni ka kandisur, duhet ta themi këtë gjë, dhe do e them, por ama të paktën gjeni rrugën për të kthyer përsëri atje ku e nisët, rigjeni veten, solidarizoni me veten tuaj dhe çfarëdo gjëje e keni detyruar veten tuaj të kaloj dhe jepni premtimin se prej këtej në vazhdim asnjë gjë e keqe më nuk do lejoni t'ju ndodhi, juve vetë së pari. Dhe pikërisht kur t'ja jepni vetes së lloj premtimi, do shikoni se si pastaj më tutje prej këtij momenti në vazhdim rrugët duket sikur hapen për ju. Përveç kësaj është dita që shumë të angazhuar do të jeni me çështje prindërimi, do të thonë me fëmijët tuaj, do të kaloni çaste të bukura me fëmijët tuaj, një kënaqësi të madhe e merrni në lidhje me këtë gjë, dhe gjërat duket se ecin mirë prej këtij në vazhdim, do të thonë fati ju do. Përshëndetje, përshëndetje shenjë Luani dhe ja ku jemi përsëri në Zodiac Oracle, parashikimet e javës, si gjithmonë, vetëm se këtu kam një ndryshim të vogël, jemi 2026, jemi më 2025, që në fakt akoma 2025 jemi, sepse 2026 do vonoj pak të na gjej, deri nga prilli, mos themi fillimi majit, jemi ende në ndikimet e 2025-s, thjesht me ndryshime të vogla, her pas here, sido që të jetë, ka përqenë një vit për ju që duhet ta shfrytëzoni me sa s'bën. Fillimisht juve të 10 ditë të parë, më pas do pasojnë dhe 10 ditë të tjerë. 10 ditë që tretë shpëton nga influenca e Urani, domethënë të papritura më nuk ka, që t'ju sjellin vërdall, dhe avash merrni të gjithë me nga pak. Të stabilizoheni, dua të shpresoj. Tani për sa i përket parashikimeve në privat, për secilin prej jush që mendon se ka nevojë për një orientim apo një këshill apo çfarëdo gjë qoftë, shumë mirë më kontaktoni në numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së nesërme, kujdes me çfarëdo gjë ka të bëjë me teknologjinë dhe çfarëdo gjë ka të bëjë me transportin. Çfarë dua të them unë me këtë gjë, që laptopi juaj mund të mos punojë, rrjeti të mos keni sinjal, rrjeti të jetë jo funksional. Pajisje elektronike, teknologjike mund të mos jenë në terezi. Dhe me makinën tuaj të keni probleme, por sido që të jetë gjëra që kalojnë shumë shpejt, por që me kujdes, domethënë me gjëra të tilla dita e nesërme. Për sa i përket ditës së martë, çfarëdo gjë ka të bëjë me shëndetin tuaj një pikë së pari, domethënë është të thuash ore dua pauzë. Nuk dua të bëj asnjë gjë, kam nevojë të qetësojmë, të mbledhur të kokës, të mbledh kockat e mia dhe shumë prej jush do të përzgjidhni ditën e martë ta kaloni në shtëpi. Një kjo, tjetra, shumë prej jush shpërnguleni me banesë ditën e martë, ose mund të jeni duke nisur një bashkëjetesë, ose thjesht diskutoni për çështje pronësie, akt blerjesh, shitjesh, shfrytëzimi një prone që e keni dhe nuk dini se çfarë do bëni në lidhje me të, ose që keni ndarë dhe mendjen se çfarë do bëni në lidhje me të, por që këtu janë tematikat e ditës së martë. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që aty ku nuk e prisni ore njerëz, nuk e di se çfarë, e para njerëz qetësim mendore, psikologjike, domethënë duket sikur gjithë bota ndalon dhe çdo gjë është e mundur. Dhe po, është dita që më besoni kur ua them, vërtet jeni lodhur shumë, por është dita që sjell një realizim shumë të rëndësishëm për të gjithë juve që u dorëzuat, ose po dorëzoheni sepse thjesht nuk keni më fuqi për të luftuar. Është gjithashtu ajo dita që kuptoni se pikërisht të gjë që po them, nuk keni më forcë për të luftuar, dhe pikërisht në momentin që dorëzoheni dhe thoni jo po të bëhet çfarë të bëhet, ndodh pikërisht mrekullia në jetën tuaj. Kështu që mërkura ka këtë lloj tipari dhe më pëlqen. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e pritshmërive, domethënë duket sikur më tepër e shikoni jetën tuaj të kaloj para syve tuaj si spektator, se sa angazhoheni për të zgjidhur probleme, për të marrë iniciativa. Unë do jepja një këshill, sidomos për sa i përket dashurisë dhe aspektit afektiv të jetës tuaj, sentimental, nuk keni pse bëni stehir. Ju pëlqen diçka, e keni mendjen për dikë, transmetojeni. Thojeni, ju pëlqen ose dëshironi një vend pune, doni të provoni diçka, mos rrini në vend numëro, mos e shikoni pra jetën tuaj si spektator, por hidhuni në veprim edhe nuk ju del keq, kaq dua t'ju them. Tani për të gjithë juve që
mbas edhe keni nevojë të jeni spektatorë jetës tuaj, sepse thjesht ngjarjet rodhen shumë shpejt, e humbët çika të fillin, po dini mos se ku jeni dhe ku po vazhdoni të jeni, atëherë mirë do bëni po, të vëzhgoni, të shikoni, të qartësoni idetë tuaja dhe të merrni vendime të rëndësishme, por pa i komunikuar akoma. Të është thjesht janë dy momente që nga njëra anë ndajmë, siç ju thash, pra veprojmë, nëse keni shumë kohë që jeni statik në jetën tuaj, dhe nga ana tjetër nëse keni qenë shumë aktiv dhe nuk po dini më nga frenetizmi që keni tuar se çfarë ka dalë si rezultat, atëherë po, përdoreni ditën e ejte për të qetësuar pak sa dhe për të bërë një farë rezumeje të ngjarjeve. Për sa i përket pastaj ditës së premte. Dita e premte është dita që nuk e di, këtë kam thënë, por që edhe mund të bëheni me një kafshë shtëpiake të re, ose mund të kujdeseni për një kafshë shtëpiake sepse ashtu ta sjelli puna, por që sido që të jetë, unë them se nëse kjo gjë vërtet vjen tek ju, pra një katër putrosh apo çfarëdo gjë qoftë, si në formën e një kafshë shtëpiake, them se është momenti më i mirë për t'ju ruajtur te kokës, pikë së pari, dhe së dyti, keni nevojë për diçka të tillë. Keni vërtet nevojë për diçka të tillë. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që hapni syt më në fund dhe shikoni realitetin për atë çka është dhe jo për atë çka ju ishte serviru deri më tani. Dhe e di që ka plot persona në jetën tuaj që ju kanë ose jeni brymosur juve vetë me shumë norma, parime, bëj si them unë, por mos bëj si bëj unë, është momenti i fundit. Këtu jo bien maskat, por që këtu hiqen fashot, bjen fashot nga sytë tuaj të lidhur, nuk ecni më këtu rrugë në errësirë, kuptoni shumë qartë se dhe arrini të lexoni përmes rreshtave dhe të kuptoni kuptimin e vërtet të asaj çka është thënë, është shkruar, është nën kuptuar dhe nuk ka më kthim prej këtij në vazhdim. Pra për gjithë juve që hapni syt, veshët mendjen tuaj ditën e shtunë dhe kuptoni se për shembull keni qenë në një martesë të dështuar, pse? Sepse tjetrin e keni respektuar, por tjetri nuk ju ka respektuar juve. Se keni qenë në një familje që gjithmonë jeni bindur rregullave, por rregullat nuk kanë qenë për të gjithë njësoj, apo keni qenë në një vend pune ku keni bërë më të mirë, keni qenë çorazi, keni ecur domethënë dhe keni qenë kal pune, ndërkohë që të tjerë kanë përfituar dhe nga puna juaj, apo thjesht me shtetin i keni këto problematika, nuk e di se çfarë, atëherë ky është momenti që hapni syt edhe. Nuk ka më kthim pas, sikurse po u them. Pra, bot kuptimi juaj i gjithë që ta kuptoni ndryshon komplet ditën e shtunë e prej andaj në vazhdim asnjë gjë nuk mbetet e njëjtë. Nuk është gjë e keqe, është shumë gjë e mirë. Për sa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e fundit e vuajtjeve tuaja. Çfarë lloji vuajtjesh kanë qenë këto? Pikë së pari njëherë është ajo që u thash. Shumë kuptoni se sa jeni sakrifikuar, lënduar, munduar për të sjellë një farë ndryshimi dhe fundi janë ndryshimin keni dashur vetëm ju ta sjellni ose për pjekën e keni bërë vetëm ju. Sido që të jetë është fundi i vuajtjeve tuaja, është dita e fundit që vuani. Pasojat e diçkaje, prej andaj në vazhdim vjen edhe çlirimi. Përshëndetje shenje Vigjëreshës dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiakorën, parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë e re në një vit të ri me mbarësi, vetëm ato financa do jenë çik shumë të vështira. Sepse do ngecin gjërat ose do dalin shpenzime shpeshherë për të cilat nuk do të jeni të përgatitur, por sado që të jetë ja dilni dhe këtë gjë e besoj. Të iki Saturni, të iki dhe Neptuni nga shenja e Peshqive, shpëtoni juve të 10 ditë që të fundit jeni më të fituarit, besoj, sepse ju ikën perdja nga syt dhe nuk bëni mosire të gabuara. Juve të 10 ditë të parë, të 10 ditë të dytë do keni dhe mundësi tuaja, por sado që të jetë, tu qëndroj më tepër çik tek 10 ditë që i fundit që vërtet u mundua dhe akoma po mundohet deri edhe afër datës 15 i dyti. Atëre, po këto i keni ama, ua kam dhënë këto parashikime, tani do bazohemi këtu tek java. Para se të kaloj tek parashikimi i javës, t'ju kujtoj edhe një herë se keni mundësi të rezervoni takimin tuaj në privat, duke më kontaktuar në numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së hënë, dikush del gënjeshtar, ose ju zbuloni se dikush u ka gënyer, ose ju zbulojeni se të jeni të tillë. Kështu që varet, nuk e di si do e sjelli momenti dhe situata, varet se si ka qenë edhe sjellja juaj, por që nëse o zbuloni dikë që ka gënyer në lidhje me diçka, dalin gënjeshtrat në parë, ose ju dilni si gënjeshtar. Kështu që të shohim. Do ju jepja edhe një këshill për sa i përket ditës së hënë, mos lejoni individ caktuar të fusin hundët në jetën tuaj.
Kjo është këshill shumë e rëndësishme. Tani përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që thuhen fjalë të sinqerta. Çdo gjë që thuhet del nga zemra, është e sinqertë, është e pastër. Të paktën nga ana juaj është e tillë, por siç ju thash, bëni pak kujdes sepse si do thuash, pastërtia ndonjëherë nuk vlerësohet gjithmonë ashtu siç duhet. Për njëje të reja që mund të keni gjatë ditës së martë ose për lidhje të reja që janë krijuar, bëni kujdes, jo të gjithë janë siç mendoni ju. Kujdes në këto përfshirjet tuaja me persona të rinj në jetën tuaj, sepse mund të zhgënjeheni dhe vroni shëndetin tuaj, duhet ta them këtë gjë. Është dita që duhet të kujdeseni për persona të moshuar që kanë probleme shëndetësore ose kanë nevojë për ndihmën tuaj, por që në total, si do thuash, ka një farë pastërtie dhe një farë sinqeriteti kjo dita e martë. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita që ndryshojmë drejtimin e jetës tonë, ndryshe i bëjmë gjërat nga që kemi bërë deri tani, marrim vendime shumë të rëndësishme përsa i përket të ardhmes, një ardhme e cila do të duket se çfarë premisa shka, diku aty nga Koriku, qershori Koriku, por sido që të jetë rruga shtrohet tani. Pra, bëni gati ditën e mërkurë për biseda të cilat ju drejtojnë drejt së ardhmes, qofshin këto biseda në plan personal, profesional, të karrierës, ekonomiko-financiar, mund të lindin bashkëpunime të rëndësishme që ju çojnë drejt së ardhmes, por janë bashkëpunime të cilat ose lidhje afektive, të cilat mund të kenë të bëjnë edhe me jashtë shtetit shumë. Kështu që, nuk e di, perspektiva të reja, ëndra të reja, mundësi të reja që çojnë drejt së ardhmes bukur, ama. Dhe një ardhme e cila tregon tamam se ku çfarë është, diku aty nga qershori dhe Koriku së tepërmi. Ose me të dalë edhe dimri, thiki dhe dimri mirë. Tani, përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e pra jeni të shqetësuar, jo aq shumë për veten tuaj, se sa për çështje që kanë të bëjnë me shëndetin e një personi tuaj të dashur, ose me çështje që kanë të bëjnë me fëmijët tuaj, sidomos nëse këta i keni afër adoleshencës. Pra për personat të moshuar dhe fëmijë më tepër, vjen shqetësimi ose në lidhje me ndjenjën, dashurinë. Sepse, nuk e di, ndoshta mendoni se po ju ikën koha, ose se nuk keni më durim, ose nuk keni më fuqi për të luftuar në lidhje me diçka, mund të ketë të bëjë kjo gjë edhe me aspektin financiar, por që më tepër ka të bëjë me zhgënjim këtu, të tipit pse unë e ndihmova, pse duhet të më sillte, pse duhet të më shfrytëzonte ose pse duhet të sillej kaq keq. Nëse sido që të jetë, domethënë këto janë kalimtare si problematika, janë më tepër proces psikologjik dhe mendor, kalojnë shumë shpejt dhe gjendet zgjidhje kollaj, por që duket që gjatë kësaj jave do ju duhet të kujdeseni për persona që do kenë nevojë për kujdesjen tuaj, mos u shqetësoni, çfarëdo lloj ndihme ofroni ju kthehet mbrapsht. Kjo gjë është vetëm një gjë e sigurt. Për sa i përket ditës së e premte, përsa i përket ditës së premte, ditën e premte mos u lodhni të sillni me se s'bëni ndryshim në jetën tuaj, mos u lodhni të arrini me se s'bën diçka, mos besoni në çfarëdo gjë që u thuhet. Përsa i përket premtimeve nuk do mbajnë, dhe përsa i përket objektivave që doni të arrini, nuk arrin sepse thjesht nuk është momenti për të bërë ajo gjë që do të dëshironi ju të bëni, apo ndryshimin që do doni të sillni nuk arrihet dot. Përsa i përket ditës së martë, përsa i përket ditës së shtunë tani, dita e shtunë është dita që është dita e reflektimit janë pikë së pari, është dita e pauzës dhe reflektimit njëkohësisht. Do të thotë për të gjithë juve që keni kaluar vështirësi të mëdha, jeni zhgënjur jashtëmase shumë, ose u lodhët nga të bërit të gjërave në të njëjtën mënyrë të caktuar, atëherë le të themi këtu merrni vendime të rëndësishme, ktheheni më të fortë se kur, ripozicionoheni dhe loja është e juaja. Gjithçka është e juaja, përsa i përket këtij momenti në vazhdim, dhe do shikoni sa bukur ato vendime që merrni ose ajo rrugë që shtroni ditën e shtunë realizohet aty nga prilli maj. Do më kujtoni, e di siç më kujtoni gjithmonë, po mbajni më këto gjëra që po ju them. Atëherë kjo ishte dita e premte, e shtuna, më falni. Kjo ishte dita e shtunë. Dhe përsa i përket edhe ditës së diel, dita e diel është dita që sjell një farë trysnie, përsa i përket rutinës me të cilën do të përballeni, domethënë duket se shumë gjëra duhet i mbaroni shumë shpejt, njëkohësisht, angazhimet janë të mëdha, koha nuk premton, por që sido që të jetë çfarëdo gjë bisedoni, çfarëdo gjë sistemoni, çfarëdo gjëje me të cilën angazhoheni, dhe në plan familjar, dhe ekonomiko-financiar, dhe në plan pune dhe angazhimesh, dalin me fitore në fund. Kështu që
Çfarë do lloj angazhimi sjell dita e diel, keni parasysh ju del me shumë fitim dhe ekonomiko-financiar, por edhe vlerësim moral dhe mbështetje morale dhe gjëra të tilla. Përshëndetje shenjë peshores dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle me parashikimet e javës kësaj here, ndërkohë parashikimet e muajit, parashikimet e vitit i keni më se analitike, kështu që nuk di çfarë të them më shumë përse i përket asaj pjese. Do ju them vetëm se do e shijoni këtë 2026, gjithmonë në qoftë se nuk keni aspekte të vështira në hartën tuaj, duhet të thënë kjo gjë. Por që në plan ose në bazë shenje është një vit i mirë për ju në vijat të përgjithshme. Për sa i përket tani analizës, parashikimeve personale, si të hartës tuaj të lindjes, por edhe të letrave, leximit të letrave, tarot, atëherë shumë mirë mund të më kontaktoni për të rezervuar takimin tuaj në privat në numrin WhatsApp 069 640 2290. Atëherë përsa i përket ditës së nesërme, pushime për të gjithë juve që jam e di domethënë, shikoj. Ka shumë prej jush të shenjës së peshores, do mos të dhjetëdhëçit të dytë që jeni lodhur jashtë mase shumë dhe keni me se zbën nevojë për pushime. Këto pushime ose vinë në mënyrë të detyruar deri diku, domethënë të imponuara, të tipit ku dëgjon. S'ka më punë, më pushuan nga puna, ose më kanë dhënë në kohë të mendohem. Më kanë penalizuar, si të thuash. Ose thjesht e marr vetë vendimin, sido që të jetë, jeni shpejt për të dalë në një udhëtim që keni për ta shijuar orë njerëz sa nuk ka ku të vej më. Dhe për të gjithë juve që me të vërtet, sepse e di që një pjesë e mire e shenjës së peshores nuk do vazhdojnë në të njëjtat kushte në të cilat ka punuar, ose thjesht nuk do jetë më në atë vend pune që ka qenë, mos u shqetësoni, besoni, po vijnë gjëra më të mira. Por përsa i përket të hënës, ose prisni biletën për të shkuar diku, ose ndani mendjen për të udhëtuar diku, sepse keni dhe nevojë dhe shumë i do bëni. Përsa i përket ditës së martë, vesi kthe, problemet kthe në formën e fajt, të fajt më tepër, domethënë do të kuptoni që kjo është një letër që ka të bëjë shumë me vetë ndëshkimin. Dhe për çfarëdo gjëje ju e vetë ndëshkoni veten, i atribuoni fajin vetes, unë e kisha fajin dhe nuk duhet ta kisha bërë. Besoni është e kot. Domethënë e keni të kot këtë gjë. Pikë së pari nuk ka pikë vlere, çfarëdo gjë që ka ndodhur dhe ju nuk e ktheni dot më. Ajo çka po bëni me këtë vetë ndëshkim është të përkeqësoni gjërat e ta përkeqësoni situatën, sidomos për veten tuaj, bllokoni fatin tuaj, karmën tuaj dhe të ardhmen tuaj. Përveç kësaj, duhet ju them edhe diçka tjetër, se përveç faktit që ka të bëjë kjo, si letër ka të bëjë me vetë ndëshkimin, por x për nuk e di y arsye që keni ju për ta bërë këtë gjë, ka të bëjë edhe me individ të cilët kthehen her pas here në jetën tuaj, ose vesi kthehet her pas here në jetën tuaj, dobësia kundrejt diçkaje, një personi, një vesi sikurse e tash, dhe ky është momenti që ju të dorëzoheni. Por ky është momenti për ta marrë situatën në dorë dhe për të hequr qafe pikërisht këtë gjë që po ju ndodh. Pra, po përsëritet. A e keni mundësinë ta mbyllni këtu? Njëherë për gjithmonë po. Atëherë varet se çfarë do zgjidhni ju. Nuk them mbylleni këtu, mundësinë do e keni. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita e pauzës. Përpiquni sa të doni ditën e mërkurë të ndryshoni gjëra, të bini persona, të sillni një ndryshim në jetën tuaj, do të jetë e pamundur. Kështu që mos u lodhni kot, nuk është momenti as për ndryshime, as për të pozicionuar, as për asnjë gjë. Thjesht lërini gjërat të rrjedhin. Besoni, është më keq po të angazhoheni dhe të trysnoni momentin, është më mirë nëse thjesht i lini gjërat të rrjedhin natyrshëm, keni më shumë mundësi realizimi. Nëse i thjesht i lini gjërat të rrjedhin në mënyrën e vet. Përsa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është dita e angazhohem me fëmijët e mi, kaloj kohën me fëmijët e mi, kënaqem me fëmijët e mi, rigjej veten duke parë ata se si luajnë, si argëtohen, kujtoj fëmirin time dhe përmes këtyre kujtimeve besoni diçka klikon në trurin tuaj, diçka ju thotë të kujtohet, atëherë çfarë ndodhi, ku e humbe? A nuk mendon se ka ardhur momenti ta rishikosh, ta rivlerësosh, ta rimendosh, ta riprovosh, dhe është shumë moment i bukur sepse ju zgjon nga pasiviteti, ju zgjon nga çfarëdo gjëje ishte e ngecur tashmë në jetën tuaj. Përsa i përket çështjeve të prindërimit, do kaloj edhe një herë këtu, por ju që dëshironi të bëheni prindër, kam përshtypjen se o ju vjen një lajm i mirë, domethënë ja dolët, ose gjeni një zgjidhje për të arritur pikërisht këtë gjë.
Në përgjithësi është ditë fati, do ta themi edhe këtë gjë, është ditë fati. Nuk ka trysni, gjërat vinë kollaj. Tani përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që zbuloni se dikush ka qenë me ju për kaq shumë gjatë, vetëm për arsye interesi. Pra, kjo nuk është gjë e bukur për ta thënë, por është e vërtet. Keni disa momente brenda javës që zbuloni këtë gjë, se e kuptoni këtë gjë, në mos në një mënyrë tjetër. Pra, personi që keni në krah, disa prej jush, qofshin këta persona femra apo meshkuj, nuk është se ju kanë dashur vërtet, thjesht kanë qëndruar për ju për çështje interesi. Tani shumë prej jush mbase i keni ende këta individ në jetën tuaj dhe kjo është më keq, sesa ata që thjesht arrin në këtë lloj konkluzioni që arsyeja pse nuk kanë realizuar rrjet ose arsyeja pse përsëriten gjithmonë të njëjtat motive është sepse zgjedhin pikërisht individ të tillë që nuk i duan për ato çka janë, por i duan për ato çka posedojnë. Iku dhe kjo dita e premte. Për sa i përket ditës shtunë, dita e shtunë është dita e vendimeve shumë të rëndësishme, një pikë së pari dhe zgjidhjeve shumë të rëndësishme. Nuk dua të më komentoni, është ditë e shtunë, nuk punon njeri, besoni, nuk ka më ditë e shtunë të diele, të hënë të martë. Këtu kur duhet të zgjidhen çështje zgjidhen. Çfarë zgjidhjesh tani jepni ju dhe cilave çështje ditën e shtunë? Çfarëdo gjë një që ka të bëjë me karrierën tuaj. Jeni ju kompetent për të zgjidhur një çështje lidhje me karrierën tuaj, e zgjidhni shumë mirë dhe gjitha meritat ju atribuohen juve dhe kjo do ndikojë për mirë në karrierën tuaj prej këtej në vazhdim. Çfarëdo gjë ka të bëjë me çështje studimore, çfarëdo gjë ka të bëjë me një çështje ligjore, gjyqësore, çfarëdo gjë ka të bëjë pra me në një çështje mjekësore, pse jo, domethënë shëndetin, çfarëdo gjë pra ka të bëjë me çështje të rëndësishme ku nevojitet profesionalizëm i lartë dhe domethënë të qenë intelektuale, të dini se çfarë bëni, atëherë ja ku jeni zgjidhni e jepni ose gjeni individ të cilët janë profesionistë dhe ju ndihmojnë të zgjidhni çështje të caktuara juve pastaj. Përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita këtu do më bëni kujdes, këtu do e tham që jeni në një fazë që zbuloni individ me dinamika të errta në jetën tuaj. Këtu këta individ duket se kanë qenë prezent në pikë së pari njerë rival në karrierën tuaj, po zbuluat çdo që të jetë dhe do ameni në kthes, jam e sigurt do ameni në kthes sepse ju e keni këtë lloj aftësie me të drejtën. Ju të vrisni një qetë butë dhe askush dhe se merr vesh madje që keni qenë edhe ju. Por çdo që të jetë po zbuloni persona dinak, persona që kanë dashur të bën keq, do bëni shumë kujdes mashtrimin, manipulimin, gënjeshtrin dhe dinakërin. Nëse këto tipare i vini re te dikush, atëherë direkt e dini se flitet për mashtrim, gënjeshtër dhe thjesht ndryshoni drejtim. Ne vazhdojmë tani me shenjën e akrepit. Tani pritu shenjës së akrepit. Këtu jemi në javën e re njerë dhe mirë se më vini dhe njerë të në Zodiac Oracle. Në viti mirë, nuk ka për të qenë viti keq, shumë gjëra që i sistemoni, më në fund, prej shumë andrallave që shpëtoni dhe në total mundësi për zhvillim do keni plot, sidomos përsa i përket karrierës, por jo më pak dhe përsa i përket financave. Përsa i përket dashurive, pastaj dhe aspektit afektiv, edhe aty nuk do dilni keq, mjafton të dini se çfarë realisht doni të arrini. Atëherë, përsa i përket kësaj jave, uroj të jetë e mbar, pikë së pari njerë, për të rezervuar takimin tuaj në privat, sepse keni nevojë për një këshill apo orientim, qoftë duke lexuar dhe interpretuar hartën tuaj të lindjes apo duke lexuar letra tarot, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Dita e nesërme është një ditë që kërkon kujdes. Kujdes pse? Sepse me sa duket informacioni që zbuloni nesër ju tregon pikërisht këtë gjë. Shiko se po përgatitet kjo gjë ndaj kujdes, ose kujdes sepse këta ka nisur këtë gjë dhe është kundër teje, ti mundohu të mbrosh interesat e tua. Do të thënë sido që të jetë, mundohuni që thjesht të jeni të kujdesshëm. Për sa i përket informacionit që ju drejtohet, nuk po them merreni dhe besojeni shablon, edhe mund të bëni ato kërkimet tuaja për të parë nëse është valid apo jo. Përveç kësaj mos e teproni me çështje pune. Pse? Sepse reflekton pastaj në shëndetin tuaj, sigurisht. Tani, përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e më vazhdojmë me të njëjtën linjë, si ditën e hënë. Edhe ditën e martë nuk e di çfarë mësoni ore njerëz, nuk e di çfarë zbuloni, nuk e di se çfarë ju thuhet, nuk e di se çfarë uleni kokë më kokë edhe qartësoni këtu. Në fakt, dita e martë në kushte të caktuara mund t'ju përballi dhe me një individ që keni kohë pa
dëgjuar prej ti, ose që kishit lënë një bisedë pezull, ose që duhet të thuash disa gjëra që nuk ishin thënë dhe të qartësohen disa gjëra të tipit të kujtohet atëherë që ndodhi ajo, ndodhi se unë s'të thash se të tilla gjëra. Kjo vlen edhe për sa i përket aspektit personal, do të thotë të jetë një ex person, ose mund të jetë edhe kushdo mund të jetë, por që u mbyll situata në një mënyrë të caktuar që nuk arriti dot të sqarohet pikërisht ditën e martë. Përveç kësaj, është dhe një ditë shumë e rëndësishme për gjithë juve që jeni studenta për të marrë lajmin, një lajm të bukur në lidhje me studimet tuaja, në lidhje me dokumenta juve që i prisni të merr një farë okay, dhe me çështje që kanë të bëjnë shumë me nënshkrime kontratash të rëndësishme, por që t'i lexoni mirë ato kushtet në cilat nënshkruani dhe ofertat dhe propozimet që ju bëhen. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita që thjesht bëni një farë rezumeje, më që ta përdor këtë fjalë, përmbledhje je më mirë. Bëni një farë përmbledhje, një farë bilanci të asaj çka ndodhi deri më tani në jetën tuaj dhe ajo çka do ju dali si rezultat, konkluzion, dali pranë konkluzionit që jeta kështu e ka, do me thënë e kuptoj tani do thoni pse iku njëri, pse u largua tjetri, pse nuk u mbaj ky premtim, pse nuk u realizua kjo dëshira ime për të qenë në këtë vend pune. Jeta kështu e ka dhe ju kështu rriteni dhe kështu mësoni dhe do të jetë ndoshta momenti i parë pas kaq shumë kohësh që jeni të kënaqur me veten, të tipit jam ky që jam, fal këtyre gjërave që ndodhen, atëherë ndoshta kur ndodhen, u mërzita, apo acarova, apo u ligështova, apo nuk e di se çfarë, u deluzionova, por tani e kuptoj pse duhet të ndodhte çdo gjë dhe jam falënderues e momentit që e solli ashtu që unë tani jam ky që, apo kjo që jam. Do të thënë, është ky moment, ta kuptoni, ditës së mërkurë. Për sa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është dita që planifikoni, shtroni rrugën për sa i përket të ardhmes, një ardhme që më tepër synon diku aty nga muaji fundi korrikut me gusht, okay? Do të thonë do ta kuptoni këtë gjë. Në qoftë se këto ëndra që keni, dëshira që keni, përshmëri që keni, janë të gjitha me bazë, atëherë besoni ju pret një sukses shumë i madh. Po në qoftë se janë thjesht mendoj se të shoh, do me të thjesht një mendim, një dëshirë, një diçka e tillë, nuk çon gjikundi. Por që thjesht sido që të jetë, bisedat çojnë drejt së ardhmes dhe sidomos synojnë muajin korrik edhe gusht. Ose ta muaj synojnë suksesin tuaj, nuk e di. Synojnë juve, ju kanë vënë juve në shinjestër. Pra hënë e martë e mërkurë e enjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte, ose thjesht me një verse dikush është në pritje të ëmbël dhe ju bëhet qefi jashtë maste shumë, sidomos në qoftë se ka vuajtur këta persona për ta pasur një gjë të tillë, ose thjesht ju merrni lajmin e mirë të bukur që do bëheni mami dhe ju të tjerët babi, dhe është një gjë shumë e bukur, shumë e mirë është kjo. Për sa i përket tani ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që do ju thosha këtu mos u nxitoni të merrni vendime të rëndësishme. Pra çfarëdo gjëje do ju dalë në formën e ofertës, të propozimit, të mundësisë, mos u nxitoni të zgjidhni diçka si alternative të fjalën. Pse? Sepse do shikoni që gjatë javës që vjen, për tek sa java tjetër, sjell një mundësi edhe më të madhe akoma, një mundësi realizimi edhe më të mirë, kështu që mos e çoni dëm, prisni pak, mos i të paduruar, vjen diçka më e madhe. Mbajini mend këtë gjë ditën e shtunë. Dhe për sa i përket ditës së diel, ka këtu më çoj ti bëj, për sa i përket ditës së diel, çfarë lloj problematike kishit pas deri tani me çështje sentimentale. Do të thënë sa duket keni pas probleme në çift, zgjidhen. Sekrete që i kanë mbetur, do të thonë gjëra të pathëna thuhen dhe bëhet paqe me këtë pjesë. Jeta juaj merr një farë drejtimi komplet jetë gjë nga ç'ishte deri tani, do të thonë vuajtja ishte kaq. Me sa duket prej këtej në vazhdim aty mbyllet, nuk vazhdon më prej këtej tutje dhe madje gjithë çka ju vjen me premtimin se ç'a ishte, nuk do përsëritet më dhe prej këtej në vazhdim të gjitha gjërat që ju vinë me zgjidhje, me vazhdimsi, me konkretizim, me stabilitet. Qoftë kjo për sa i përket dashurisë, qoftë kjo për sa i përket shëndetit, qoftë kjo për sa i përket financave, karrierës dhe çfarëdo gjë tjetër. Jeta juaj qetësohet dhe qetësojeni edhe ju bashkë me të dhe vijnë gjëra shumë më të mira, shumë dashuri, përkujdesje dhe dashuri, përkujdesje, dashamirësi, ka kjo dita e diel, do të jeni shumë plot në shpirt edhe në zemër. Dhe bukur, shumë bukur po ta mendosh.
Përshëndetje, përshëndetje që një shigjetarit, ja ku jemi përsëri në Zodiac Oracle, përsëri në parashikimet e javës, është diçka që nuk ndryshon, besoj më prej këtej në vazhdim, vetëm që s'do jeni ju ata të cilët do më thoni stop me kaq se na lodhe. Por që sido që të jetë, duke qenë se kjo na është bërë një zakon i bukur, tani edhe tashmë edhe juve dhe meje, unë them ta vazhdoj, më pëlqen ta vazhdoj, e shijoj dhe vet, kështu që jemi në një javë të re, uroj të jetë një javë e bukur, ky vit i ri ka për të sjellë me të vërtet stabilitet në jetën tuaj, sidomos për sa i përket financave, por edhe dashurisë deri diku. Keni për të pasur sukses, me thënë të drejtën, në të gjitha fushat e jetës tuaj, me nga pak, por financat vërtet që marrin hold gjatë 2026 dhe keni mundësi të stabilizoheni dhe në aspektin profesional, por edhe personal. Tani, për më tepër insight, për më tepër orientim, bazuar edhe në hartën e secilit prej jush personale apo në leximin e letrave tarot, mund të rezervoni takimin tuaj duke më shkruar në numrin WhatsApp 069 640 2290, kështu që mos hezitoni, mos mendoni dy herë. Për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë u rit shumë me shenjat e tokës, ose së thua dita e nesërme kërkon shumë prakticitet, metodik, disiplinë për të arritur qëllimet dhe objektivat tuaja, sidomos në lidhje me karjerën, kështu që përsa i përket aspektit material, punës, karjerës, por edhe çështjeve rutinë, atëherë si të thuash, ose ju lidh puna me shenjat e tokës që ju zgjidhin duart, ose ju mund të keni ascendent në shenjat tokë dhe gjithë këtyre tipareve që ju përmenda, ju arrini të keni sukses në këto çështje. Pra, për sa i përket pastaj ditës së martë, dita e martë është dita e nismave të reja. Që të themi, filloni punë, ndoshta pas shumë kohësh që ishit pa punë. Ju jepet mundësia e një oferte, propozimi për të nisur përsëri në një vend të ri pune diku tjetër. Një person që qëndronte, që ishte larg jush, pra që kishit një lidhje në distancë, me sa duket vjen dhe pozicionohet në lidhje me të ardhmen e marrëdhënies tuaj, do me thënë këtu mund të kemi propozim për një fejesë, martesë, bashkëtesë, mund të lindi këtu një dashuri e re, ditën e martë, dhe në total është një ditë që çfarëdo iniciative që ndërmeni, iniciative, objektivi, duket se ju del me shumë sukses. Por, ajo çka është më e rëndësishme është se dita e martë është pikërisht fillimi i një epoke të re në jetën tuaj, qoftë kjo përsa i përket financave, karrierës, mundësive që keni në aspektin personal, çfarëdo gjë tjetër kërkoni të arrini. Dhe lajmet janë shumë të rëndësishme, vinë nga larg pjesa më e madhe e tyre, dhe personat që ndodhen larg jush, ose mund të jetë edhe dita që do takoni individ që keni shumë kohë pa i parë. Dhe do ju gëzoj kjo gjë. Për sa i përket pastaj ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e njerë vjen kjo mundësi në jetë dhe nuk mund të maçoni dëm, çfarë do mund të ishte një dashuri e re, një propozim për të filluar në një vend të ri pune, një mundësi për të ikur diku jashtë shtetit, për të blerë një banesë, për gjëra shumë themelore, shumë thelbësore, për një shtatzani. Pra është pikërisht ajo që them, një mundësi. Kuptoni vetë se çfarë do thotë një mundësi. Sepse e kuptoni se çfarë do thotë. Të blesh një shtëpi për shumë okazion, njëherë të vjen mundësia, ose të fitosh lotarin, njëherë të jepet mundësia, ose të mbetesh shtatzan kur të kanë thënë të gjithë që ti nuk e arrin dot këtë gjë, më flasim tani. Të kuptoni se çfarë natyre ka këtë lloj natyre. Njëherë të jepet kjo mundësi dhe nuk duhet apo të punosh për një kompani shumë të madhe, apo të shkëlqesh në media, apo të bësh personazh publik, apo nuk e di se çfarë. Kjo gjë njëherë të jepet si mundësi në jetë dhe ju duhet ta shfrytëzoni. Për sa i përket pastaj ditës së Ejnte, dita e Ejnte është dita e një dashurie të re që po lind tani, është dita e flirtit, e dalë argëtohem, vjen dikush një person i ri në jetën time, lidh bashkëpunime të reja ose nisin bashkëpunime të reja, nuk mund t'ju them ama, t'ju premtoj se sa këto mund të zgjasin, duke qenë se jemi në periudhë britsjapi, normalisht këto duhet të zgjasin, por duke qenë se ashtu janë gjërat, me thënë të drejtën, të shohim si do vej. Se do që të jetë janë mundësi këto që duhet të shfrytëzoni, se si do vej pastaj është tjetër gjë dhe varet edhe nga ju, nga secili prej jush, për se çfarë do realisht. Tani, dhe në çfarë fazë ndodhet. Për sa i përket pastaj ditës së premte, është dita që qëndron larg nga personat narcisistë. E para njerë mos jeni ju të tillë, mos t'ju hyj shumë vetja në qejf sepse po ju ndodhin gjëra të mira dhe o burra, hi pa kallëmi despoti tani nga po fluturoj apo po fluturoj me vesh. Një kjo, e dyta, nuk hasni persona të tillë qëndroni larg.
Nuk keni nevojë për persona të tillë në jetën tuaj, por dhe nëse ju lidh puna, kam përshtypjen ju lidh pikërisht për këtë gjë, që t'u tregoni rrugën dhe të kuptoni se ju nuk keni më nevojë për tipa të tillë. Mund të bëni shumë mirë dhe pa ta. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë jep mundësinë të ndryshoni komplet jetën tuaj. E ngjyrosni atë me ngjyrat që ju doni, jepni tingullin që ju dëshironi, pamjen që ju gjithmonë keni dashur që të ketë, kështu që është momenti përmes zgjedhjeve për zgjedhjeve, mundësive që ju ofrohen apo ideve që ju keni, të ndryshoni jetën tuaj, mund të ndryshoni pamjen tuaj, mund të ndryshoni diçka që ju pëlqen, çfarëdo gjë që qoftë ajo. Dhe pse jo mund të kënaqeni në shoqërinë e njerëzve që ju falin dashamirësi, por edhe ju bëjnë të ndjeni të plot. Përveç kësaj, duhet të themi se kushdo është i angazhuar me art, ka një mundësi shumë të madh për sukses shumë të madh këtu ditën e shtunë. Por ju që nuk keni në art, por thjesht ju pëlqen arti, atëherë dilni dhe shijojeni atë. Dhe për sa i përket ditës së diel, atëherë përsa i përket ditës së diel, dita e diel vjen një propozim shumë i bukur për juve që jeni femra, një dashuri e re, një propozim nga një mashkull që mezi e prisnit. Këtë ka më tepër. Përsa i përket pastaj juve meshkujve, vetë i zgjidhni problemet tuaja, vetë i nisni iniciativat tuaja, për të dyja palët, për të dyja gjinit, vlen fakti që po nisin lidhje të reja dhe sidomos në aspektin personal, emotiv, këtu kemi gjëra të bukura për të shijuar. Përshëndetje, përshëndetje një Britsjapit, ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle, pavarësisht parashikimeve të plota që ju kam bërë për muajin, për vitin, ja ku e keni edhe javën. Sigurisht që jemi në muajin tuaj, sigurisht që keni fatin e mirë të strehoni në shenjën tuaj afër ditën Marsin, që njëri ju jep potencë, tjetri ju jep mundësi të cilat duhet shfrytëzuar në dashuri dhe në sidomos në financa. Marsi mbron karrierën, patëm një hënë të plot në shenjën e gafores që nuk është keq për ju, të diçka të dytë, ju ndihmon fundja të kuptoni disa gjëra, sidoqë që jetë këtu ua kam thënë. Tani të shkojmë çfarë do ju them në plan jave, mos harroni janë parashikime që varet se antenat e kujt kapin dhe kush ka nevojë për të marrë atë lloj informacioni i cili do përcillet këtu. Sidoqë të jetë për të rezervuar takimin tuaj në privat, qoftë për të parë të ardhmen tuaj nga ana aspekti astrologjik, duke u bazuar te harta juaj e lindjes apo duke lexuar letrat tarot, shumë mirë më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë e ditë me çfarë ngjaston kjo dita e hënë me pikërisht muajin e mjaltit. Që e zgjidhni vetë këtë gjë t'ia dhuroni vetes tuaj, ose ju jepet mundësia të kaloni këto momente kaq të bukura me personin tuaj të zemrës, ose thjesht ju vjen një ftesë për një dasëm që do shkoni diku, ose pas jeni martuar normalisht pas një dasme, pas një fejese, edhe mund të zgjidhni të kaloni momente të bukura diku, sikur se po e them, ose me një ftesën për të qenë prezent në dasmën e dikujt, jo këtë javë, po sigurisht javën që do të pasoj dhe aty të shkoni, sepse nuk i diet se çfarë gjë të mirë gjeni dhe aty. Për sa i përket pastaj ditës së shqyr, që e mbyllet urrën, zoti më. Pra, për sa i përket pastaj ditës së martë, dita e martë është dita që shumë prej jush kuptoni se diçka ka mbaruar përfundimisht, pra një lidhje, një marrëdhënie, një bashkëpunim merr fund këtu. Sigurisht që do të mbetet për shumë kohë në kujtesën tuaj dhe në zemrën tuaj, sepse fundja ndjenja është, po thjesht racionalisht nuk mund të funksiononte kjo lloj marrëdhënie, kështu që jeni të detyruar të pranoni faktin se mbaroi, nuk është më pjesë e jetës tuaj, ishte destinuar të ishte tillë, pavarësisht faktit se çfarë respekti do të ndjeni gjithmonë ju dhe si individ për njëri tjetrin. Vazhdojmë pastaj me ditën e mërkurë. Dita e mërkurë është dita e shihemi në gjyq ose thirremi për të paraqitur në një sallë gjyqi për seancën e radhës. Uroj që këtu vendimet që do merren të jenë pro jush dhe ta mbyllni këtu me këtë lloj çështje, mundësitë janë, por që sidoqë të jetë me çështje të tilla përballeni ditën e mërkurë. Për sa i përket ditës së Ejnte, dita e ejnte është dita që hasim në vështirësi përsa i përket realizimit të planeve dhe ideve dhe dëshirave që kemi e para njerë, do më thënë ndryshe nisim, por me sa duket nuk na shkojnë gjërat ashtu sikur se ne i kemi planifikuar, një kjo. Tjetra, shumë do të mundoheni për të zgjidhur një çështje, një problem që do ju çojë dhe në andralla të tjera dhe në fund të ditës, po, okay, çdo gjë shkon atje ku duhet të shkojë, zgjidhet atë çka duhet të zgjidhet, arrihet objektivi që duhet të arrihet, por ai shumë do jeni lodhur sa në fund do thoni po ç'mu desh, deri tjetër nuk merrem fare me këtë gjë.
ose me gjëra të tilla. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që për të parë rezultatin e asaj çka po ndërtoni ose për të cilën po diskutoni ditën e premte, duhet të prisni disa, duhet t'i jepni pak kohë. Çdo gjë ndodh në kohën e vet dhe me sa duket tu thjesht koha ose rruga po shtrohet dhe koha po ndërtohet. Por ama gjërat që po i diskutoni sikurse tash dhe po i ndërtoni ditën e premte, do i shikoni pak më vonë të përkthyera në sukses apo realitet. Përsa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që mos mu dorëzoni ditën e shtunë sikur nami të bëhet, sikur bota të përmbyset, është thjesht një provë që universi e vë në rrugën tuaj, thjesht për të testuar nervat tuaja dhe për të parë se sa e madhe është dëshira juaj që të vi me të vërtet ky realizim në jetën tuaj, qoftë në aspektin personal, profesional, ekonomiko-financiar, apo çfarëdo gjë kërkoni të arrini si objektiv, thjesht mos u dorëzoni pavarësisht gjithçkaje, është thjesht një test, një provë për të gjithë juve që do arrini të rezistoni, realizimi është i juaj dhe ta gëzoni, por ju do të tjerë që nuk do rezistoni dot dhe do dorëzoheni, do kuptoni se u dorëzuat pikërisht në momentin e fundit se gjithçka është thjesht një provë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita që shkëlqeni më fort se kur. Këtu shumë prej jush fejoheni, martoheni, është e sigurt kjo gjë, ose hapni shtëpinë tuaj, pra filloni një bashkëtesë. Shumë prej jush lançoni një projekt shumë të rëndësishëm të pritet jashtë masë e mirë dhe fama juaj shkon në pjedestal, kështu që çfarë të them, përsa i përket famës, përsa i përket suksesit, përsa i përket arritjeve, përsa i përket arritjeve dhe në aspektin personal, po dhe profesional, po dhe ekonomiko-financiar, nuk ka më bukur se kaq. Dhe fundja, për një arsye të caktuar, mblidhemi familjarisht dhe kënaqemi, argëtohemi, gëzohemi, janë edhe tryezat familjare, janë edhe eventet familjare të cilat përcjellin një sukses i cili kishte kohë që pritej të realizojë dhe më në fund janë se ku është. Bukur dhe për ju. Përshëndetje, përshëndetje një ujori dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle me parashikimet e javës për shenjën tuaj. Dikush prej jush më shkruan aty në komente, syri ma kapi kështu shkarazi që parë, po nuk mora vesh si do jetë përfundimisht, shumë mirë ka për të qenë. Dhe duke marrë parasysh se sa keni vuajtur edhe ju me radhë. E vërteta është se ka për të shkuar shumë mirë. Pse? Sepse momenti do të jetë i tillë, do të keni aleanca yjet dhe planetet që ndryshojnë pozicione dhe bashkë me ta ndryshon dhe jeta juaj. Sigurisht që ju do të jeni që të parë keni Plutonin i cili ju detyron të shikoni dhe ju detyron të bëni ndryshime në ato aspektet e jetës tuaj dhe fushat e jetës tuaj që nuk ju nevojiten më, por keni dhe shumë avans dhe shumë gjëra të bukura që po vinë brenda këtij viti për ju në të gjitha ka shumë fushat e jetës tuaj. Sido që të jetë më keni këtu tani për të parë se çfarë bëhet me këtë javë, gjithmonë përsa i përket parashikimeve personale, të cilat mund të shikojmë dhe në lidhje me astrologjin, duke analizuar hartën tuaj të lindjes, por edhe përsa i përket leximit të letrave tarot, mund të rezervoni takimin tuaj duke më shkruar në numrin WhatsApp 069 620 2290. Atëherë, përsa i përket ditës së nesërme, shumë zhurë, më zoti mak më qëntrurin. Nëjse. Përsa i përket përsa i përket ditës së hënë, këtu kemi të bëjmë marrim mendime shumë të rëndësishme në lidhje me gjithçka jeni, gjithçka portretizoni, çfarëdo gjë ka të bëjë me mirëqenien tuaj mendore dhe fizike ose psikofizike, siç e quaj unë, sido që t'jetë ditën e hënë do mendoni vetëm për veten tuaj dhe do merrni mendime shumë të rëndësishme përsa i përket të ardhmes që ju lidh me punën dhe me rezultatet që merrni prej saj dhe çfarë impakti kanë sidomos në shëndetin tuaj mendor dhe fizik. Dhe në qoftë se gjatë këtij procesi juve ju rezulton se ikon se që dua dhe këto dreq pune, atëherë do merrni vendime shumë të rëndësishme për ta lënë atë, por keni për të gjetur më mirë. Rëndësi ka të paktën që filloni dhe reflektoni dhe kuptoni një dy gjëra më në fund. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që ju jep një mundësi të dytë. Një mundësi të dytë për sa i përket një lidhje, një marrëdhënie të rimëkëmbet. Një mundësi të dytë për sa i përket realizimit të një shtatzanie. Një mundësi të dytë për të rimëkëmbur biznesin tuaj, një mundësi të dytë për të shlyer detyrime, borxhe që keni, një mundësi të dytë për të shkëlqyer në jetë, çfarëdo gjë qoftë është një mundësi e dytë. Shfrytëzojeni, nuk ka mundësi tjetër pas kësaj, është e fundit. Pra vërtet ju jepet edhe një herë, por nuk ka për të ekzistuar më pas kësaj. Kështu që shfrytëzojeni siç duhet.
Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita që edhe ju dikush jeni në gjyq, ose keni një proces ligjor gjyqësor që duhet të zgjidhet, ose merrni vendime të rëndësishme, ose keni një përballje debati në punë, në familje apo me prorët, me shtetin, nuk e di. Unë do i këshilloja nëse të po flasim për përballje me shtetin, me prorin e prorët, vartësit, si do që tjetë, mos e zgjasni shumë, sepse nuk ju del për mirë. Do ta themi këtë gjë, nuk është momenti për të debatuar, për të parashtruar një problem, po, për të munduar për t'i dhënë një zgjidhje, po, për të gjetur të drejtën tuaj, ose për të kërkuar të drejtën tuaj në tone të qeta, po, sigurisht. Por se do që tjetë nuk mund të përjashtoj edhe mundësinë e thjesht marrjes pjesë në një proces gjyqësor ditën e mërkurë, që me sa duket mund të jetë edhe një seancë e radhës për zgjidhjen e një situate të caktuar që uroj të dalin në favorin tuaj. Ka shumë gjasa të dalin në favorin tuaj. Tani, ama gjithmonë varet nga individi dhe çfarë individi dhe pse është këtu. Atëherë, për sa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është dita e realizimit të ëndrave. Do të thënë këtu ju duhet një frymëzim për të ecur përpara. Mund të vinë në shumë lloj formash dhe mënyrash. Mund të jetë përmes një ëndre, përmes një shkëndije, një klik në tru, dua të bëj këtë gjë, do ta provoj, është eksperiencë e re, e dua ta shikoj si do më eci, shumë i ka për t'ju ecur. 2. Përmes një dashurie të re, një personi që vjen në jetën tuaj dhe ju andes llampat përsëri, ose ju karikon përsëri bateritë e toni, o ja bleka të jetohet edhe një herë. Dhe çfarëdo gjë që sido që të jetë shërbej si stimul që thjesht të rindizni llampat dhe të vazhdoni përpara. Do me thënë, sido që të jetë, kjo është një frymëzim, një ditë frymëzuese që ju ndihmon të vërtet të arrini objektiva, por edhe të shtroni rrugën për realizime shumë të bukura, sidomos në lidhje me këdo prej jush është në botën e spiritualitetit si puna ime, pikë së pari të shërimit, të orientimit spiritual, pra bën një punë të tillë, të yjeve, si puna ime po themi, dhe të artit. Me thënë këto të dyja njerë super high, shumë të rëndësishme. Për sa i përket, dhe besomëni, puna që do nisni tani, ose projekti që do nisni tani, me të vërtet që ka, dhe ky frymëzim që ju zë juve, ju kap, për të realizuar të lloj objektivi, besomëni ndryshon jetën e shumë personave të tjerë, për mirë. Për sa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita e rrëfimeve. Vjen dikush dhe ju rrëfen diçka, ju flet nga zemra, fjalë zemre, nuk e di, do të ndjeni shumë të vlerësuar, por përveç kësaj, ato çfarë do të mësoni, ato çfarë do ju thonë dhe do ju komunikojnë, shënojeni diku, mos i harroni, do ju duhet t'i përdorni më vonë si material për të dalë nga një situatë shumë e vështirë juaja. Do të thonë nuk është thjesht se dikush vjen dhe ju thotë diçka, por mbajeni aty se do ju duhet. Tani, po, në raste të caktuara mund të jetë edhe e tipit vjen dikush dhe më shpreh ndjenjat që ka ose mendimin që ka për mua në lidhje me një bashkëpunim apo çfarëdo gjë qoftë. Por sido që të jetë në rastin e parë, mbajini ato informacione që dëgjoni, do ju duhen juve pastaj t'i përdorni si armë për të mbrojtur veten tuaj, ose për të fituar diçka. Por prapë në favorin tuaj është. Çfarë ishte kjo? Kjo ishte premtja. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që përmes lajmeve që merrni ose lajmeve që ju komunikohen, ose vendimeve që mas ndoshta i merrni dhe vetë, detyroheni çfarëdo gjë të ishte duke bërë deri tani ta lini aty për gjysmë, nuk mund të ktheheni më pas situatat së kaluarës, pare, qofshin këto lidhje, marrëdhënie pune, ide, çfarëdo gjërash kanë qenë, ide që doni t'i realizonit apo planifikime që kishit, mbarojnë aty sepse prej këtij vazhdimi janë detyruar thjesht të ecni përpara. Pra ju merr rrymarrje dhe nuk ka më kthim pas. Gjithçka ju pret në formën e realizimit vjen përpara, por kjo vjen si detyrim prej një lajmi që merrni sikurse thash ose një vendimi që merrni juve vetë. Ose jeni detyruar ta merrni si vendim. Por sa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel është dita që përfundimisht jep në fund diçkaje, mbaron më në fund një periudhë gjatë pritjeje dikujt që të kthejë në jetën tuaj që do kthehet më, ose pritjeje e një mesazhi pune, pse jo, e lajmërimi për punë, ose thjesht që e një premtimi që diçka do të realizojë apo do të
bëj e mundur, por shumë tepër kjo lidhet në pjesë më të madhe të rasteve me pritjen 1 dhe me dashurinë 2. Kështu që këtu çfarëdo gjë ka qenë toksike, vonuare, e stërmunduar në jetën tuaj me radhë, mbaron këtu. Dhe nëse dhe i mendimi mbaron këtu, nuk ka më. Por disa të tjerë pastaj mund të tregoj se edhe duhet i noshtroheni një ndërhyrjeje kirurgjikale për të zgjidhur një problem shëndetësor, por ju del me sukses. Ose është dita që shlyheni më në fund detyrime që mund të keni të tjerëve, për sa i përket aspektit ekonomiko-financiar dhe ishte një bar nga supet tuaja, ose thjesht mbyllet një çështje e cila ju kishte shkaktuar dëm shumë të madh psikologjik. Por sido që të jetë, mbaron këtu çdo gjë. Për shëndetje, përshëndetje shenjë peshqve dhe ja ku më keni përsëri këtu dhe ja ku jeni dhe ju përsëri këtu me mua në Zodiac Oracle. Përsëri jemi këtu për të analizuar javën, muajin, vitin e keni të analizuar, se si kjo do dikonte edhe këtë e analizuam, tani na mbetet për të parë çfarë kjo javë konkretisht sjell ditë pas dite për ju. Parashikimet gjithmonë janë të përgjithshme dhe këtë gjë nuk dua të mbaroni. Ju të gjithë do gjejnë veten dhe unë nuk prekem fare, besomeni, është e kohë të më komentoni, jo i gjen, jo si gjen, jo, nuk e vras fare mendjen për këtë pjesë sepse jam shumë koshent për faktin se ju të gjithë do e marrin atë mesazh që unë përcjell. Është vetëm për ata që antenat i kanë ngritur, janë të sintonizuar në këtë lloj frekuence dhe kështu funksionon, që ta kuptoni juve. Tani, sido që të jetë, ju uroj një javë të mbar, për të gjithë juve që keni nevojë për një orientim, këshill, shumë mirë mund ta realizojmë këtë gjë përmes një seance në privat, duke ose analizuar hartën tuaj të lindjes, ose duke parë letra tarot, dhe për ta bërë këtë gjë, ju rezervoni takimin tuaj në numrin WhatsApp, pra më shkruani aty në numrin 069 640 2290. Tani, përsa i përket ditës së hënë, ditën e hënë jeni të hapur, zemra hapur, mendja hapur dhe hapur ndaj çdo lloji mundësie dhe oferte që ju bëhet, që përsa i përket dashurisë, po dhe përsa i përket financave, me sa duket diçka e mirë po vjen. E para njerëz që të rishni vëmendjen e shumë individëve, jeni ju pastaj ata që zgjidhni se kush qëndron dhe kush jo, por sido që të jetë, përsa i përket dashurisë një thash, dhe përsa i përket financave 2, nesër është ditë shumë e rëndësishme dhe qëndroni të hapur ndaj mundësive që ju ofrohen dhe ju jepen. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e përshtatjes, do me thënë, fal atyre mundësive që ju ofrohen, sikurse tash, qoftë për një bashkëpunim të ri, ose për të filluar punë në një kompani të madhe, ose për të sjell dikë, ose për të qenë pjesë e jetës së dikujt, pra, përsa i përket dashurisë, suksesi juaj varet dhe matet nga aftësia juaj për të përshtatur pikërisht në këto kushtet e reja. Pra, shumë prej jush suksesin e keni vetëm nëse do të dini të përshtateni në këto kushtet e reja që po krijohen ose janë krijuar në jetën tuaj. Pra, dita e martë ta zëm, dita e hënë, si ditën e hënë. Dhe dita e martë është konkretisht vetëm në zyrë, është zyra e re, është kolektivi i ri, që aty të duket se sa do të mund të vazhdoni ose se sa e curit do të ketë kjo mundësi që ju është dhënë, përsa i përket karrierës. Përsa i përket dashurisë, duket që në fillim ordale ky person si ndihem me të, do të thënë çfarë impakti më jep, por që sa më mirë të dini të përshtateni, aq më e lartë është edhe mundësia juaj për sukses. Dhe mbar vajtësi në ato vende ku do të lëvizni dhe do të veproni. Tani, përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita është javë me potencialin e dashurisë shumë të lartë. Por sido që t'jetë do jap një këshill, mos e nxjerrni për së jashtëmi, do të thotë siguroni njerëz që ja vlen, siguroni që ose merrni atë impaktin e parë juve vet, a ja vlen apo ja vlen, dhe pastaj mund ta komunikoni edhe të tjerëve. Sido që t'jetë dita e mërkur ka gjasa që shumë të larta që një person i ri të vinë jetën tuaj, sido që t'jetë shihoni flirtin, dashurinë, intimitetin, të gjitha këto gjëra me radhë. Juve që jeni në çift dhe që marrëdhënia juaj po kalon te ca faza jo fort të mira, keni mundësinë të rigjeni njëri tjetrin. Juve që jeni vetëm, kënaquni me personat të rinj që vinë jetën tuaj dhe që me sa duket vërtet ju arshtojnë entuziazmin, dëshirën për të jetuar ose për ta jetuar këtë histori. Pavarësisht se sa mund të zgjasë, ta themi edhe këtë gjë. Përsa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është dita e
Këtu ju themi suksese për arritjet tuaja. Mund të jetë çfarëdo lloj gjëje, një sukses që e arrini në shkollë, një sukses që e arrini në një çështje ligjore gjyqësore, një sukses që arrini në lidhje me karrierën tuaj ose me aspektin ose në fushën personale, bëni prindër ose fejoheni ose martoheni ose çfarëdo lloj gjë qoftë, do të themi suksese lart e më lart inshallah ose në një projekt që lançoni, ju që jeni artista apo merreni me projekte dhe organizime në vija të përgjithshme. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që shumë besim keni tek intuita juaj dhe çfarëdo lloj gjëje nuk ju pulson mirë, atëherë besoni 100% është alarmi i cili po pulson dhe po ju thot kujdes. Pra, me sa duket, dita e premte do kujdes, dëgjoni intuitën tuaj, diçka ka për t'ju thënë, është 100% e saktë dhe për të gjithë juve që do i keni, se thuash, receptorët e ngritur, them se shpëtoni përqime. Pikërisht vetëm sepse i keni marrë parasysh ato çka tash intuita juaj po ju thot dhe po ju tregon. Për të gjithëve që do anashkaloni, do ju kthehet më vonë dhe do i postoni më keq. Kështu që mos ta shkaloni ato çka ju alarmon së brendshmi, për të mos e vazhduar ose për të mbyllur pikërisht aty, ose thjesht për të pasur kujdes. Për sa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita që diçka guxoni, është ditë risku. Në qoftë se ky risk bazohet deri diku në një plan të mirë menduar, atëherë vazhdoni, jepini, do dalë me shumë sukses, madje do bëni dhe shembull për të tjerët që t'ju ndjekin nga pas. Por në qoftë se këtu thjesht hajde mos se s'kam çfarë bëj tjetër, jap një makinë dhe ikë fluturoj, kuptoj shumë qartë se ku do përfundoni dhe më vjen keq se e besojnë dhe personat e tjerë që s'kan faj, kjo është një se thua aspekt që ta kuptojmë se për çfarë ka fjalë, tjetri është ndajmë se tani mua shumë merr të ndajmë, sepse gjeta dikë tjetër edhe po fluturoj në qiell edhe në po mos arrini 10 ditë të fundit jeni akoma në ndikimin e Neptunit dhe këto janë gabime trashënike të mëdha dhe mund të ikni në erë një shtëpi, një familje për diçka që është kot, hiç asgjë. Apo t'ju ngrihet mundja tani për të investuar në ky është projekti jetës time dhe pa marrë parasysh bazën, pa marrë parasysh se sa ju realisht qëndroni mirë në këmbët tuaja, të bëni t'ia fusni vetes. Pra edhe një herë po ju them dhe po ju sqaroj përse i përket kësaj dite, ditës së shtunë pra, risku ja vlen të ndërmerret për të gjithë juve që e keni shtruar riskun. E keni shtruar rrugën dhe ja vlen, dhe është momenti. Për të gjithëve të tjerë që po ja fusni kot ku turu, hajde dali ku të dali, frikam do e posoni shumë keq. Dhe përsa i përket edhe ditës së diel, dita e diel është dita e vendimeve të rëndësishme. Këtu ndarjet janë përfundimtare, një ta themi këtë gjë. Vendimet me natyrë ligjore gjyqësore janë vendimtare, mbaron një epokë, jo vetëm 1 vjeçare me vështirësi të mëdha, por do thosha 10 vjeçare ku u sollëm vërdall, u munduam ta sillnim, ta rregullonim, ta sistemonim, nuk sistemohet më, mbaron këtu. Për të gjithë juve që jeni pjesë e këtij 10 vjeçari për të cilin po flas, 10 vjeçari, 7 vjeçari, 3 vjeçari e gjysmë, kushdo e gjen veten në këto vjeçare që po them, atëherë le të themi mbaroi ajo lloj faze vështirësie, qoftë kjo në lidhje me financat, me dashurinë apo me çështje familjare, dhe prej këtij në vazhdim çdo gjë vjen dhe stabilizohet. Gjithashtu gjeni zgjidhje në lidhje me shëndetin tuaj. Edhe pse pjesa më e madhe, një pjesë e mirë e juaja janë të detyruar të marrin ndihmë mjekësore për ta zgjidhur një çështje të caktuar, rëndësishta më që zgjidhet. Dhe një çështje ekonomiko-financiare më në fund arrin të zgjidhet sepse o shlyhet borxhi ose ju shlyhen juve borxhin, por që duhet të kuptoni këtu është larje e sapesh, mbyllje e sapesh dhe çdo gjë mbaron këtu përfundimisht dhe nuk vazhdon më prej këtij në vazhdim dhe shpëtuat. Kjo është dhe java.